Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto. Mamaja ime ka pasur një kushurir të parë që ka qenë oficer në Korçë. Dhe kohët e fundit jetonte në Sarand. Natyrisht kur mori vesh gjithë Tirana ka qenë këtu, gjithë Fisi, gjithë Dropulli ka qenë këtu, edhe ai si gjithë të tjerët erdhi këtu për ngushëllim, domethënë për maman time. Edhe kishte dalë që të shkonte të rregullonte këto të fundit të vdekjeve që janë. Edhe vajti domethënë në rrugë siç ishte, dhe ke pasticeri Flora, siç ishte duke ardhur më poshtë për në shtëpinë tonë, shikon një makinë që kishte arkivol brenda. I parkuar në rrugë jashtë pastiqerisë Flora. Okej? Sa ajo pastiqeri ekziston akoma. I shkoi ndërmend këtij oficerit, kushuririt mamas time, ç'është kjo makinë me xhenaze ndaluar në mes rrugës? Pa njerëz rreth rrotull. Ndërkohë që këtu familja dhe mund të ishin me qindra njerëz që prisnin të vinte xhenazja. Dhe ai si burizuar që ishte, u fut ke pastiqeri Flora. Një xhenaze ishte Po rrinte në makinë. Një makinë tjetër ishte parkuar me xhenaze brenda tek pastiqeri Flora. Ne s'kishim xhenaze këtu, jo. Kishte edhe arkivoli. Jo, neve po, jo s'kishim arkivol, po prisnim që të vinte arkivoli. Po prisnim që të vinte. Thjesht kishim marrë vesh lajmi që kishte ndodhur. Po, u morë vesh lajmi, u lajmëruan gjithë njerëzit erdhin dhe erdhi koha për varrimin. Po. Edhe ato e sollin gjysmore përpara se të bëj të iknin që këtej në kombinat që të bëj varrimi. Vetëm kaq kishte drejt familja në bazë të komunizmit. Kaq të drejt kishte nëna të qante birin gjysmore. Vetëm gjysmore para. Po. Natyrisht, edhe kjo ka të bëjë me atë që ishin Dropullit. Gjallë vdek, nuk ma heq njeri nga koka mua atë, sepse s'kishte ndodhur me në një vend tjetër. Edhe ajo është një krim që kanë bërë ato. Edhe kush i ka bërë, me sa kemi kuptuar më vonë, i kanë paguar. Megjithatë, futet ky kushuriri janë që ishte oficer brenda në pastiqeri Flora dhe shikon dy oficer që ishin ulur dhe po hanin akullore. Dhe xhenazja ishte në rrugë. Ndërkohë që nëna dhe me qindra njerëz po prisnin që djali të vinte këtu. Pra oficerët ishin ulur se kishin donin akullore. Jo, se kishin urdhër që do ta çosh vetëm gjysmore përpara. Nga sistemi. Po, patjetër. Dhe vete ky kushuriri janë, edhe i thot, si jeni kolegi, thot, nga jeni, dhe ky i veshur oficer. Tha ne jemi nga Malësia, tha, kështu po ti nga je, tha, unë jam nga Saranda, nga Korça, ku diun që i tha i atje. I tha, po ç'a bëni juve këtu, i tha? I tha, jam edhe se kemi një grek aty, tha, një kështu xhenaze aty jashtë dhe duhet ta çojmë gjysmore përpara. Edhe është ngritur ai barbanikua që i thoshim neve. Ishte 2 metra burr. 2 metra. Edhe i shëndosh. Është ngritur, i ka kapur që të dy këtu, dhe i ka përplas kokat. More qenë birqeni, i tha, nëna pre djalin, para se të futet në dhe juve hani akullore këtu, i tha, shpejt tani në makinë, i tha, se ju vrava unë me durët e mia. Edhe s'kishin rrugëzidhje tjetër, se asko s'kishin, s'ku kishte celulara atëherë që ti merrshin telefonet, thoshin, po dikush po na ndalon, po na detyron ta çojmë më përpara, e kupton? Edhe kështu e sollën vëllain tim atëherë, dhe natyrisht urdhri ishte që të mos tu hapte kutia. Pse? Për shumë vite unë personalisht, këtë nuk e kam darë as me vëllezërit e mi, unë personalisht mendoja që ato mund të ishte arratisura, mund të ishte bërë diçka tjetër, atëherë kush e di e kishin detyruar, thosha unë me fantazin time të bëja agjenta, ku e di unë dhe do ishte, shpresoja gjithë jetën që do ishte jashtë. Edhe di kur unë ka ikur ajo mua, kur vajta në Amerikë, e mendova më ndryshe, dhe pasaj kur vdiq babai jon, që u bë varrimi në fshat, dhe vëllai im Dimitri ka bërë kështu një varr familjar, ishte i detyruar të nxirrte kockat, dhe natyrisht ishin kockat e taqit aty, që do të thotë, nëse ishin të tilla, nuk e di tani, po dua të them që kjo... Domethënë si familjari juaj nuk e ka parë kufomën e asnjë tuaj. Jo. Dhe unë mendova që kur të shkoja në Amerikë, mbas ai ishte në Amerikë diku dhe nga që janë bërë do dilte, do ta merrte vesh që unë kisha vajtur aty sepse
Më donte shumë se ishe vajzë e vetme, isha më e vogla dhe mbi të gjitha ai ma ka vënë emrin Lena. Unë emri im është Eleni i shkruar, por mua vetëm Lena më thoshte familja, sepse mbaj mend që më thosh mamaja ime që kur u linde ti nuk dinim çfarë emri të vënim, edhe ai u ngrit e tha, "Më çfarë mendoni juve, Lena do t'ja vëm?" Edhe unë e kam emrin prej ti. Të paktën sipas historisë që më ka thënë mamaja ime, unë nuk di tani të tjera. Erdhi domethënë djali 21 vjeç në kuti. Ashtu siç e kishte parandjej nëna ime. Çfarë mendon ti se neve kemi menduar ose si kemi jetuar neve nga 71-shi deri në 90-ën që u hapën kufit? Me kokë të ulur, ta them unë. Pse me kokë të ulur? Po sepse çdo gjë që ndodhte ishin tropullit, ishte grek, ishte kështu, ishte ashtu, ose domethënë ishin minoritar, mori fund. Edhe të vdekurin nuk e respektuan. Çfarë të them, që jam shumë e gërzuar? Po patjetër jam, akoma jam, dhe do jem derisa mbyll syt. A ka qenë një lloj revolte juaja që ju keni vendosur që së fundmi edhe Të flas. Përveç se të flasësh, të mos kesh asnjë lloj filtri kundrejt këtyre ndodhive që të kanë ndodhur, por që të zhdukesh fare, le ta themi, nga Shqipëria. Pra, Jo. Thënë gjitha këto, çojnë në një përfundim të tillë tek Jo. Unë jam aq e fortë sa mund ta vuaj për shumë kohë një fakt, por jam edhe pak e zgjuar që të mendoj që disa njerëz që ndodhen që ishin plera, që bën gjëra të tilla, nuk mund të përgjithësoj gjithë botën. Sepse unë këtu kam edhe shumë shoqe, shumë miq, kemi jetuar 30 vjetësh respekti kundrejt vendlindjes. E mirë e keqe, kushdo që të ishte, komuniste ose liberaliste, çfarëdo që të ishte, është vendi jon. Është edhe për neve vendi jon. Pra mlefi që keni ju, është ajo që ka për komunizmin. Sistemi. Po, sistemi. Qeveria ose drejtuesit e vendit. Patjetër. Por njerëzit kanë qenë social. Shiko, dhe ata oficera kanë qenë të detyruar ta bëjnë. Po sigurisht sepse ata marrin. Jam e sigurt që ato kanë jetuar për shumë vite me ato që kanë bërë, si thonë në Shqip, me guilty, si thonë në Shqip, që domethënë jetonin me ato që me të brengën e tyre që se kanë çuar. Fajtor, me fajin që kanë bërë. Me fajin që kanë bërë, jo për fajt të tyre, por për shkak të urdhit që kanë marrë që do ta bësh kështu siç themi dhe pikë. Ishin dhe ata njerëz të dobët, ishin oficera, kishin një lloj si thon emri, kishin një punë të mirë, merrnin lek më mirë, ku e di unë se si e shikonin ato si klasa e tyre. E konsideronin veten sepse ishin oficer të komunizmit natyrisht, që ishin më lart se të tjerët që nuk kishin të bënin me punët e qeverisë me këto gjëra. Ishin të detyruar dhe ata, por ajo që më vjen keq mua është që nëse për shembull një njeri nga ata ka jetuar në vitet që komunizmi ra, duhet të kishte dalë dhe të thoshte një të vërtet. Sepse është sikur t'i qetësojnë kockat atyre prindve të mi, që të dini të vërtetën, por do të vim prapë ke vlla im Dimitri, që gjithë jetën ka qenë humanitar dhe prandaj them unë që ngjajmë shumë me njëri tjetrin. Unë kur erdha këtu kam gjetur letra, dokumenta që Dimitri ka shkuar në Ministrinë e Mbrojtjes, sa nuk e di se ku, dhe e kam bile atë letrën diku, që ka bërë këto ankesa, se ndërkohë me kohën atëre vëlla im duhet të quhesh Kristaqi, duhet të quhesh heroi i popullit, se ra në krye të detyrës, në kohën që ishte duke transportuar. Kurse ato tash në përgjigjen që i kanë dhënë Dimitrit, është që Kristaqi ka qenë duke shkuar në një parti. Parti? Po. Tash ti më thuaj ti mua. Ka pasur tropoj parti? Jo që në tropoj nuk ishte, po në ato vite ka pasur parti. Unë ta gjeja të njeri që e ka shkruar, se do kam kohë, kam shumë gjëra për të bërë akoma. Do shkoj atje ku do ta gjej, nuk e di a do ta gjej. Inshallah më ndihmon Zoti ta gjej që të shkoj ta bështy në fytyrë, më fal për shprehjen. Do ta bështy. Jo se nuk do jem zonjë, po se dua të nxjerr atë mllefin, atë dufin. Kush je ti ore njeri që ke kapur këtu, tash ai mund të jetë me njërin president, me tjetrin nuk e di me kë parti është, edhe që ta mbylli historinë, që mos japin dëm shpërblime se të gjitha gjërat përfundojnë ke leku. E kanë thënë atë letrën që faleminderit për kërkesën tuaj, po sipas verifikimeve që kemi bërë neve, ai ka shkuar, Kristaqi ka qenë duke vajtur në një parti dhe nuk ka të bëj fare, domethënë që ka qenë në ushtri. E kupton? Një gjë e tillë.
Nuk e di fjalë për fjalë, po e kam atë letën, kur të vjen koha do t'i nxjerrim edhe ato. Kjo nuk është që të fitojësh dëmsh problemun. Që ta kuptoj njerëzimin. Çfarë do të bësh me këtë? Kjo ka të bëjë me dinjitetin ton, ore. Me pjestarin tim të familjes, me vëllain tim. Ka të bëjë me një padrejtësi të jashtëzakonshme. Ka të bëjë me këta njerëzit e sotëm që flasin për racizmin, po tërë jetën këtu në Shqipëri ka qenë racizmi. Dhe nuk është vetëm në Shqipëri, po ne po flasim vetëm për këtë rast. Po racizmi ekziston gjithandej, nuk është se nuk është. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto.